Mirë se po takohemi të dashur miq të emisionit Familja Jon. Dyorshi i kësaj të dielën na sjell materiale të shumta. E nisim me kardiologun Dr. Arlind Batalli, me të cilin flasim për sëmundjet kardiovaskulare dhe vdekjet e papritura. Shkaktarët e vdekjeve të papritura janë multifaktoriale, dhe më shumë faktorë mund të shkaktojnë vdekje të papritur. Në bllokun e dytë shkojmë në Spitalin e Përgjithshëm Rezonanca 2, ku doktor Arsim Elezaj, otorinolaringolog, na flet për bajamet apo siç njihen në popull krenikt. Për largimin e tyre ka edhe disa forma tjera ose shkaqe tjera kur e kemi infeksione në hapësirën peritonzilare, sepse kapsula e bajamës është një shtresë mes muskuleve të faringut dhe bajamës. Te pjesa e tretë kemi materialin e eventit organizuar nga ambasadorja vullnetit të mirë, Elvana Shala. Në bllokun e katërt sjellim një material për shkollën e mesme të mjekësisë Imperium. Te Magjikët e vegjël kemi të ftuar Jona Krasniqin, këngëtarën e vogël nga Lipjani. Mos e pre kushtarin tim që thiri liri, lere gurin let peshoj në vendin e ti. Ndërsa te rubrika e kuzhinës, nutricionistja dhe dietologja Albulena Shabani Ilazi na sjell recetën e kërpudhave të mbushura me krem djathi. Proteina me fibra, me sasi të lartë vlera ushqyese që i ka vitaminat B, që i ka këpurdha. Do më thënë një darkë ose një vakë që mujna me bo me zavencu mishin një farformet. Takohemi të dielën në ora 16 në Kanal 10. Familja Jon mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.